Këshilli Bashkiak i Shkodrës miratoi me shumicë votash rendin e ditës, ndërsa në diskutimet e lira, këshilltarët u përqendruan tek problematikat kryesore me të cilat përballet qyteti, duke kërkuar që Bashkia e Shkodrës të reagojë. Në fokus të debateve ishte ndërtimi i kullës në qendër të qytetit, për të cilën këshilltarët e opozitës bëjnë fajtore Bashkinë e Shkodrës, që nuk reagon ndërsa po prishet zemra e qytetit. Nuk zbatohet ligji 2020 dhe VKM-ja që ka dalë në dhe për zbatimin e saj. E përpasoj sot trashëgimtarët ligjor apo edhe përdoruesit faktik e kanë të pamundur që të zhvillojnë pronën e tyre që e kanë trashëgimi apo janë përdorues faktik sipas ligjit. Ndodhur në to kushte kur ne harrojmë që në fakt në një vend demokratik ligji është bërë për ta orientuar dhe për t'i lënë zgjidhje dhe shërbim qytetarëve. Dhe jo siç kemi filluar ta përdorim ne ligjin e përdorim si një formë për t'i ndëshkuar qytetarët. Kërkoj që të thirret një përfaqësues i ASHK-s Shkodër në interpelancë të jetë brenda muajit për mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak, të jetë një përfaqësues i ASHK-s, ku secili nga ne si anëtarët bazuar në ankesat dhe në pyetjet që kanë nga qytetarët i bëjmë pyetje, t'ja parashtrojmë në lidhje me mos zbatimin e ligjit 2020. Po këtë problematikë që kena lidhje me mirëmbajtjen e këtyre shtëpive, të cilat kanë me shumë pak qytetin tonë. Ne relokojmë fonde për të subvencionuar SHA, por asnjëherë nuk planifikojmë fonde për me mirëmbajtjen e këtyre shtëpive të cilat janë në zhdukje. Kështu që kisha patur që me buxhetin e ardhshëm të planifikojmë disa fonde edhe për mirëmbajtjen e këtyre shtëpive, sepse jena në mbrojtje të vlerës të trashëgimisë kulturore. Ne kena një kryetar bashkie që në fakt nuk vjen në mbledhjet e Këshillit. Hera fundit që ka kenë në mbledhjen e buxhetit që Najti prezantoi ato investime që do të bashin 2025, por që nuk janë bërë dhe nuk po i shohim, investime strategjike dhe vizionin qeverisës, sepse unë e kam thënë dhe e them prep ai këtu erdhi me hap fushatën si drejtues politik, jo si kryetar bashkiet, me prezantimin aty në projekteve që prezantoi, por në asnjë moment nuk na prezantoi këtë kullën, që lindi si kpurdha mas qiut. Prandaj, ky kryetar i bashkisë të tregohet pak më transparent, sepse ky ka kenë premtimi i tij, të lajnë partinë, sepse mbledhjet atje i zhvillon rregullisht dhe t'i zhvillojnë, me që e ka atë rol, por të tregojnë qytetarin, të tregojnë përgjegjësinë, edhe si kryetar bashkiet, të jetë këtu në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, gjithmonë të jetë në transparencë me qytetarët, por edhe me ne anëtarët e Këshillit Bashkiak. I takon kryetarit bashkisë të duket ndonjëherë në mbledhjet e Këshillit, dhe pse jo, ta shtit na ja edhe informacion për këtë kullën, si doli, tek doli. Unë e quajt si një shqetësim shumë të madh, është edhe pjesa e atij përbindshit që bëhet në qendër të qytetit të Shkodrës. Qendra e qytetit të Shkodrës është zemra dhe identiteti historik. Ndaj çdo ndërhyrje aty kërkon kujdes, transparencë dhe konsultim me publikun. Zhvillimi nuk mund të bëhet pa respekt për karakterin urban dhe historik të qytetit tonë, sepse në atë mënyrë rrezikojmë të humbasim atë që na bën veçantë pra historinë dhe kulturën e qytetit të Shkodrës. Prandaj kërkoj që bashkia të informojë publikisht Këshillin dhe qytetarët për projektin, lajet dhe kriteret që janë ndjekur. Shkodra nuk është kundër zhvillimit, por kundër mungesës së transparencës dhe ndërtimeve që cënojnë shpirtin e qytetit. Nga informacione që unë kam, ka nisë një procedurë për sa i përket hartimit të planit detajor vendor për zonë historike të qytetit Shkodrës. Dhe ky proces, nëse ka filluar në mënyrë komplet jo transparente. Nëse ju do të zhvilloni një proces të shnosht dhe keni vizionin e mirë për të filluar një proces të shnosht për zonën historike të qytetit, ky proces duhet të jetë minimalisht transparent dhe duhet të ketë patjetër përfshirjen e të gjithë aktorëve, sepse është zemra historike e qytetit. Një minutë më parë, thot ajo leje që ju e citoni, nuk e di për çfarë bëhet fjala, është në bazë rregullave dhe gjithë konformitetit. Edhe kjo leje tjetër që ju e sulmoni, ka po patjetër. Është vendimi KKTU-s dhe ju e dini shumë mirë. Mund ta shihni sigur ju e dini. Po le të marrojmë atë pse ke ky padurim. Është kompetencë e KKTU-s dhe me vendimmarrjen e KKTU-s ka leje.
dhe e ka në pronë të vetë të regjistrume. Gjitha mencimet, gjithë problematikën tjetër që ju doni me e tjetër sudha me disinformu, sikur Bashkia Shkodër ka për detyrë ju mi online, keni organin që ka lëshu lajnë, mund t'i bani gjitha kërkesat e duhen, ajo vend dispozicion, por jo ta përdor disa herë vini mbledhje, kulla, jam shumë rregull shqetësimin qytetarëve. Unë di them që në këtë qytet janë dhënë leje dhe janë dhënë në prona publike, lulishte, me vendim të ish. Po, nuk më kapë, janë të ka, venimarjet e liqme që janë dhënë nga organet kompetente, nuk në takon ne të diskutojmë. Kishte një leje dhënë nga kryetari i Bashkisë Shkodër, pa tjetër që të kishte argumentimin dhe gjithë informacionin e duhur. Mes pikave të miratuara ishte miratimi i shtesë i planit në buxhetin e bashkisë dhe programi buxhetor afatmesëm, dhënia ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri, miratimi i vlerës maksimale të subvencionit të qiras dhe nivelit të qiras mesatare në treg të lirë, fondi i kushtëzuar për ndihmën ekonomike, si dhe dhënia në përdorim pa kundërshpërblim e ndërtesës së bordit kullimit për drejtorinë e policisë së Shkodrës.